Pas një mungese 2 javore, kryesocialisti Edi Rama i është rikthyer bashkë bisedimit me gazetarët, duke u fokusuar në situatën ekonomike të rënduar sipas tij për shkak të keqeverisjes dhe korrupsionit qeveritar. Rama ka akuzuar mazhorancën se po gënjen për shifrat e turizmit, pasi numri i pushuesve sipas tij është i ndryshëm nga shifrat zyrtare. Nuk ka asnjë sistem organizimi të turizmit në Shqipëri dhe asnjë sistem matje të performancës së këtij sistemi organizimi. Dhe mbi të gjitha fakti që në periudhën qershor-korrik 2010, krahasuar me një vit më parë, të ardhurat tatimore, sigurisht duke përllogaritur inflacionin, nuk janë rritur, po kanë rënë, mjafton për të kuptuar se çfarë impakti kemi në ekonominë e vendit. Dhe askush nuk mund ta besojë prallën e bumit turistik, pasi të gjithë përveç tjerash kanë jetuar edhe në këtë periudhë dhimbjet e krizës ekonomike. Kreu i Selisë Roz nuk ka pranuar të zbulojë aksionet politike që do të ndërmarrë Partia Socialiste në shtator në shërbim të kauzës akutive të 28 qershorit të vitit 2009, por ka deklaruar se nëse fletët e votimit digjen, atëherë opozita do të ndërpres çdo urë komunikimi me mazhorancën në pushtet. Djegja e fletëve të votimit do të ishte hedhja në erë e çdo ure komunikimi me pushtetin aktual për çfarëdo arsye dhe në çfarëdo rrethana. Gjë që sigurisht do ta thellonte në mënyrë eksponenciale krizën. Kryetari i opozitës e ka quajtur të gënjeshtër dhe luftën e qeverisë ndaj korrupsionit me arrestimet të zyrtarëve që sipas tij kanë qenë të stisura, duke deklaruar se ky korrupsion po dëmton të gjithë arteriet e shtetit, duke përfshirë dhe organet e drejtësisë.